Neri qeni po nga nga tjetër tash. Jo nga kjo anë, po nga nga tjetër atje. Ja ku është ngrëndheu. Ku është ngreu dhe thella atje batanë, janë në 2 depo të mëdha. Nën kodrat e Durrësit, atje ku qyteti sotëm lëviz pa e ditur, fshihet një histori e mbuluar nga heshtja për dekada me radhë. Ish shefi mbrojtjes civile Lutfi Shehu na çon pas në kohë në vitet 1981, 1992, kur qyteti port i Shqipërisë po ndërtohej edhe nën tokë. Në fshehtësi të plot me urdhër të regjimit, nisën punimet për një rrjet të pazakontë objektesh të nën tokës, vend komanda, fabrik buke, mulli bloje, rroba qepsi, spital, frigorifer, madje edhe stalla që do të mbanin afro 500 krerë lop. Çdo gjë që i duhej një qyteti për të funksionuar ishte projektuar të ekzistonte nën ve, dhe për një ditë që shpresohej të mos vinte kurrë, ditën e luftës. Kjo gjë dihej nga vetëm 5-6 persona në atë kohë, dhe çdo gjë kryhej në fshehtësi të plot, thot Lutfi Shehu. Ai rrëfen se si për më shumë se një dekadë, punëtor dhe inxhinier punuan pa u ndalur, duke shpenzuar burime të mëdha për kohën. Çdo gur, çdo tunel, çdo dhomë ndërtohej nën kontroll të rrept, ndërsa qytetarët e zakonshëm nuk kishin dieni për atë që po ndodhte nën këmbët e tyre. Për këto punime nevojiteshin fonde të mëdha dhe çdo ndërmarrje ishte e detyruar që në fund të vitit të transferonte fondin prej 2% për këtë qëllim.